Hec në gjeti sa ndryshuan korat, more. Edhe nuk e pranojnë me vetë do të realitetin e ditëve të sotme. Që thatë ju pjuta djalin në sot. Të ke qenë mami, thash, këdo më shumë, mua apo babin? Dhe mezi po prisja unë të thoshta të përgjigjen që dua mamin, se ne mamat kemi që qef që fëmijët të thonë që dua mamin qik më shumë se sa babin. Se jo për gjë, po kemi një lidhje më të veçantë me fëmijën, se e mbajmë edhe në të muaj në barke, e rrisime, përkujdesemi gjatë gjithë kohës, se meritojmë atë dashurin më speciale. Gjithsesi, përgjigja që më dha mua djali ishte një bombë që më plasi në dorë. Në një ranë më bëri të ndjehem mirë se e tha përgjigjen e vërtet, nga ana tjetër më bëri të ndihem keq se nuk ishte përgjigja që unë e prisja. E di çfarë përgjigje tha ai? Personi që dua më shumë mami është e dashura ime. E morët vesh, more, a? Nuk ka fare problem për fëmijët e sotëm të thonë që njeriu që dua më shumë është e dashura ime. Ndërkohë që në kohët tona, kush kishte të dashur, atëherë kish frikë të thoshte që kam të dashur. Po, qa erdhën të kora kështu, i ka se jam për ty, more, ty m'jam për. Dhe uroj të kaloni sa më bukur, kudo që jeni ju shqiptar, edhe të keni vetëm të mira. Kaloshi bukur!